Mirë se erdhët, është pjesa e tretë e Vila 24 dhe jam me një grup të rinj, sepse janë të rinj, ndryshe nga pjesa tjetër e shoqërisë, ata kanë vendosur të merren me monitorimin e institucioneve publike. Ju e dini tashmë që platforma APPA.al, që është Albanian Platform for Policy and Advocacy, që është një platformë monitoruese e politikave publike e të gjitha institucioneve shtetërore, është lançuar që në mars të 2015 dhe shpeshherë kemi patur rastin dhe mundësinë të kemi të rinj, të cilët flasin për monitorimin dhe atë punë publike që kanë bërë institucionet. Ata e monitorojnë çdo muaj dhe për çdo muaj sjellin buletinin dhe raportin përfundimtar, të cilën ja dërgojnë institucioneve përkatëse, pse jo e bëjnë dhe mediatike për të kuptuar se çfarë pune publike kanë bërë ministrit respektive. Jam me Ergisa Bekollari, përshëndetje, mirë se vjen. Mirilda Tili Kobatake, përshëndetje Mirilda, mirë se vjen. Gerion Treska, përshëndetje, mirë se vjen. Dhe Mimi Barushi, përshëndetje, mirë se vjen. Secili për ju do të flasë sigurisht për ministrin përkatëse që ka monitoruar, sepse ju tashmë jeni analist politikave publike dhe dini më së miri se çfarë duhet të monitoroni dhe çfarë duhet të raportoni dhe çfarë nuk duhet të raportoni. Kush do ta marr fjalën për të folur? Mendoj se meqense po shoh Mirilda, ta nisim që sipas hierarkisë së qeverisë. Ke monitoruar kryeministrin dhe ministrit pa portofol. Pse i ke zgjedhur në radhë parë? Në fakt nuk është se ishte shumë edhe zgjedhja ime, ishte edhe se kur u ndan nga stafi i vjetër, stafi i vjetër na i bëri me hile, le të themi, dhe zgjodhën. Pjesët që mbetën pa mbuluar do ndaheshin tek të rinjt, tek prurjet, kështu që ju jeni prurje re e prurja e re e APS për këtë vit. Kështu që duke parë çfarë kishte mbetur, në atë që kishte mbetur, shpreha vullnetin për të mbuluar kryeministrin, duke qenë se jam diku e afaksionuar pas marketingut fantastik që bën kryeministria dhe jam gjithmonë në check-in, në monitorim të përhershëm të website-et të tij, dhe gjithashtu janë dhe ministrit pa portofol që janë interesante për mbajtja dhe qenia, sepse kupton shumë lehtë që janë ministri ku njëra prej tyre dhe mund mos ishte. Cila për shumë? Ministria e Shtretit për marrëdhënien me parlamentin. Që çfarë funksioni mund të ketë dhe çfarë mund të gjatë vitit kaluar shpesh po themi e denoncoj në këtë lloj forme që është një ministri që nuk bën asnjë gjë. Edhe rikot. Kështu që më mirë të kaloj në drejtori, duke qenë se edhe për ta monitoruar këtë ministri, website-i nuk funksionon, edhe për të kërkuar se çfarë ministria bën në orarin e saj zyrtar të punës, nuk është shef askund. Si e ke arritur ta monitorosh atëherë? Me çfarë të dhënash? Ku je bazuar? Si e ke mbikëqyrur punën e ministres? Duke qenë se kemi ligjin për informimin publik dhe në bazë të këtij ligji ministrit kanë detyrim ligjor që çdo lloj pune, projekti dhe platforme që ata kanë duhet ta pasqyrojnë minimalisht në websajtet e tyre dhe normalisht edhe në portalet përkatëse, kemi monitoruar pikërisht këtë pjesë. Sigurisht, ne mund të kemi dhe kontakte të drejtë për drejta me personat që do dëshironim një informacion më të detajuar. Por kjo është një nga ministrit që nuk ka asnjë lloj mundësie që ti mund ta monitorosh, sepse i ka të mbyllura të gjitha mundësitë. Dhe kam përshtypjen që e tregon hapur që s'bëjnë asgjë. Si e shprehur në raport në buletin për këtë ministri? Meqense u ndalën pak te ministria pa portofol. Ishte punë e lehtë sepse nuk kisha për të shkruar shumë. S'kisha për të raportuar shumë sepse konkluzioni ishte i qartë. Megjithatë ministria pati një event të vogël në 2 mujoshin e parë të muajit. Fatkeqësisht e kapi veza që u hodh nga opozita, kështu që me këtë detaj ti arriti që të bësh dhe ky detaj ishte që kjo edhe ulet ndonjëherë në panelin e qeverisjes. Ju përveç se monitoroni jepni dhe sugjerime, le të themi, në fund të çdo lloj buletini? Po ky është qëllimi i APAS. Jo vetëm të bëj spionin, le të themi, ose të bëj atë që e kontrollon për ditë. Ose opozitën, se këtë e bën opozita. Ne jemi specialistë të rinj që kërkojmë të japim dhe sugjerimet tona. Pra, ne nuk kemi qëllim të jemi kritikus me zor dhe dashakeqës. Përkundrazi, ofrojmë edhe zgjidhjen. Zgjidhjen pra sa ne mendojmë që është e drejtë dhe që mund të qëndrojë, se s'mund tani të kërkojmë shpikje, sepse kështu e kemi pasur në frymëzim. Ju mendime, sugjerime nga nga shoqëria civile apo nga personazhe të tjerë, të cilët mund të jenë pjesë, le të themi, sugjerimeve tuaja, që janë më ekspert të fushës. Sigurisht. Sigurisht. Ko pas keni raste konkrete? Raste konkrete nuk kanë fiks, sepse janë të përditshme ose të përkohshme bisedat që neve në ndodhin me njerëzit, edhe sugjerimet vinë në mënyrë të pavetdijshme që po vinë si sugjerime, sepse thjeshtuhen edhe ne quhemi ose mbajmë veten si qytetar shumë të përgjegjshëm.
që ne i paguajmë taksat tona dhe në fund ne duam t'i shohim taksat tona të publikuara. Do donim shumë që politikat publike t'ishin edhe më transparente, t'ishin edhe më të aksesueshme, t'ishin edhe më lehtë të lexueshme nga një qytetar i thjesht kudo që të ndodhej. Kështu nisi dhe APA në fakt. Dhe tani është e përditshme kontrolli ose monitorimi që ne bëjmë për arsye të APA-s, por në një kohë tjetër ne këtë e bënim thjesht për dëshirë personale. Okej, për të dhënë një rezultat të asaj që po. Patjetër që i presim, jemi gjithmonë të hapur dhe jemi presim sugjerimet. Por gjithashtu me kalimin e kohës kemi zhvilluar edhe filtra në cilët kalojnë gjithë të sugjerimet. Sepse sugjerimet vërtet mund të jenë nga ekspertë vetë shpallur, mund të jenë nga persona të cilët janë të indoktrinuar politikisht, ose si më thënë përfaqësojnë në mënyrë vizive ose jo vizive interesat të partive politike ose të grupeve të ndryshme të interesi. Këtu tek filtra do të qëndrojmë. Është afruar tek APA një person pikërisht politik, ose që ka shprehur opinionin e tij politik dhe është dashur që të jetë pjesë e juaja për të dhënë një sugjerim apo për të plotësuar buletinin, për shembull. Kriteri bazë i anëtarëve që në themelimin e APA-s ka qenë që askërkush nuk do të jetë i angazhuar politikisht. Asnjëri prej nesh, prej grupit ku ne bëhemi. Dhe ajo që veta jeni në grup? 16. Ajo që ne bëjmë kur shkruajmë raportet, por edhe që jemi shumë skrupuloz në analizat tona, është që jemi kritik, por të zhveshur nga çdo lloj, po them, pasioni apo gjendje emocionale përkundrejt njërës politik apo politikës tjetër në shenjë afeksioni ose kundërshtimi nga gjyrime politike. Kështu që edhe në momentin që vinë prurje nga jashtë me mendime, sugjerime, gjithmonë përpiqemi që të verifikojmë një kështu, ne e quajmë një kontroll të gjithë asaj çfarë personi ose mendimi përfaqëson. Por patjetër që kur kanë qenë raste të mira i kemi marrë dhe kur nuk kanë qenë raste të mira, filtrat kanë treguar që ka edhe skenare të fshehta. Dhe skenare të fshehta. Ergisa, ti ke monitoruar Ministrinë e Industrisë dhe Energjetikës. Në raportin janar shkurt, deri në këtë muaj jemi, sepse të marsit tani jemi ende në muajin mars, por çfarë ke nxjerrë si konkluzion, si rezultat? Me çfarë je drejtuar? Ky faktikisht ishte raporti im i parë, edhe unë jemi nga prurjet e reja të APA-s për këtë periudhë. Nuk e mendoja në fillim kur u futa që do ishte kaq e thjeshtë të gjeje diçka që është kaq ekspozuar dhe që e prek drejt për drejt ministrinë dhe që tregon diçka të gabuar që ajo është duke bërë, por që askush nuk e kishte parë. Në raportin tim deri në momentin e fundit unë gjeta diçka që përshiva momentin e fundit dhe ishte pikërisht manipulimi që kishte bërë ministria me shifrat me fitimet e vitit 2015. Sigurisht që kjo gjë do dilte në fund të muajit shkurt, sepse ishte bilanci i një vitit më pashëm, nuk mund të dilte në dhjetor, nuk mund të dilte në nëntor, doli në shkurt, doli momentin e fundit dhe unë e pash. Dhe ideja ishte që një nga pikat e forta të kësaj qeverie në fillim ka qenë pikërisht mbledhja e faturave të papaguara, ai aksioni i famshëm të cilin ne të gjithë e njohim, por të gjithë, ndoshta disa ishin dakord, disa nuk ishin dakord, po cënojnë ndoshta ndonjëherë me atë pjesën e burgosjes edhe një drejt, por e justifikuam të gjithë me faktin që shpresojmë që paratë e mbledhura të shkojnë në vendin e duhur për investimet e duhura dhe të bëhet diçka me këtë gjë. Pra, në një farë mënyrë e justifikuam, por pikërisht ky bilanc e hodhi poshtë të gjithë justifikimin që ne i kishim dhënë këtij aksioni. Pse? Sepse të regoj që realisht shifrat e publikuara nga ministria për fitimet nga faturat e papaguara njëkohësisht dhe për shitje e energjisë gjatë kësaj periudhe nuk ishin ato që kishte publikuar ministria, por ishin deri në 7.1 miliard më pak, që është diferencë realisht e madhe dhe që vë në dyshim të gjithë propagandën që ka bërë deri tani Ministria e Industrisë dhe Energjetikës. Ajo e konsideroj si një sukses, por në fakt, kjo është një argument shumë i fortë kundër. Fakti që kontakti juaj me informacionin dhe atë çka ministria publikon edhe është media. Një botë mediatik, kontakti i parë, jo vetëm media, sepse ju shkoni dhe në Ministrinë përkatëse për të marrë burimet e informacionit, por media e shkruar, media televizive, në një botë konkurrente mediash, ku secila mund të ketë interesat e veta, ju si arrini të bëni dhe këtë filtr mediatik? Por ne nuk jemi në vrap për lajmin.
kjo është diferenca e madhe, që ne nuk kërkojmë lajmin si gazetar, duke qenë se vite me background gazetarie dhe unë jam e tillë. Ne kërkojmë transparencën. Ne e theksova dhe më parë, në rast se një projekt publik është bërë transparent dhe ka arritje pozitive dhe ka gjetje pozitive, ne sigurisht jemi të gatshëm ta themi që bravo i qoftë kushdo që e ka bërë. Në këto lloj filtrash, kur të gjithë kërkojnë lajmin, të gjithë kërkojnë të vërtetat, mjafton të lexosh me qetësi. Edhe e kupton se kush bëri, çfarë, ku e bëri dhe cili është përfitimi real i. Sepse secila media ne e dim tani që dakor, por ne nuk jemi në kërkim të lajmit, prandaj dhe kemi qetësinë për të bërë ballafaqimin dhe për të bërë verifikimin e të dhënave. Pra kontaktin e parë jo se nuk e keni me informacionet, me median. Sigurisht i kemi, për të marrë atë sigurisht që kemi materialin që ju duhet. Sigurisht media është partner nxjerr lajmin, ju nuk e nxjerrni lajmin, ju nxjerrim analizën dhe analizoni lajmin që del në media. Dhe ku bazoheni, sepse duhet të besoni tek një media që është e vërtet. Në fakt, çfarë po ndodh së fundmi është që lajmi përsëritet në media të ndryshme në të njëjtën formë dhe aty e kuptojnë që mediat opozitare ose të opozitës ndryshojnë sepse lajmi ndryshon tek të dyja, por aty e kupton edhe kahet në fakt. Lajmi që pasqyrohet gjithsesi nxit, por nuk nxit që ne të futemi në hulumtime, nxit për të parë një mendim tjetër. Po arrini ta filtroni të merrni të vërtet që kjo është e vërtet. Një media opozitare, një media e pozitës, e qeverisë, që mund të reflektohet si e tillë, ju kë informacion do merrni të saktë? Si të arrini të dalloni që është i saktë ky informacion? Në fakt ne nuk do e merrnim të saktë, do e nisnim si pikë nisje ose nxitje nga media dhe mënyra se si ne procedojmë me lajmet ose me të dhënat informacionin e përgjithshëm është gjithmonë nga faqja zyrtare e ministrisë, politikat publike, çfarë ka bërë ministria, çfarë ka premtuar dhe çfarë ka ndodhur përgjatë këtij muaji që ne jemi duke punuar. Pra i ballafaqoni informacionet që dalin në faqen publike. Sigurisht. Shikojmë flertoren zyrtare, KLSH-n, Agjencinë e Prokurimeve Publike, bazohemi shumë në raportet e think tankeve të tjera, nuk është se bazohemi që t'i marrim si informacion, po kemi një qasje më të afërt me ta, se gjithsesi punë e tyre është shumë profesioniste. Sigurisht edhe organizatat ndërkombëtare që punojnë në Shqipëri kanë raportet e tyre, strategjitë e tyre, hartimin e planeve, kështu që ato janë një faktor shumë i besueshëm, kështu që lajmi në gazeta ose në televizion do ishte thjesht një piknisje ose diçka që ne mbase e kishim hasur edhe shumë më përpara se sa vetë gazetarët edhe e kishim publikuar dhe analizuar, por kur nuk do punonin për të bërë lajm në fakt. Cila ka qenë sfida e Ministrisë së Ekonomisë në këto 2 muaj? Pikërisht ishte ajo që doja të thoja, që në rast se ne merremi me lajmin, nuk e kalojmë nivelin e gazetarisë. Ideja jonë është që ne shohim politikat publike dhe lajmi është thjesht një copës e figurës së madhe që janë politikat publike. Domethënë është thjesht një indikator. Ashtu sikur se thanë edhe kolegët, domethënë ne nxitemi nga ajo. Tek Ministria e Ekonomisë do kalojmë në nivel akoma më të lartë ku ne ka disa kohë, ka disa muaj që kemi ftuar institucionet ndërkombëtare na monitorojnë me shumë dëshirë dhe njëkohësisht na gjykojnë për sjelljet që kemi, sjelljet politike, por edhe masat e ndërmarra në sektorë të ndryshëm. Sidomos në sektorin e ekonomisë, apo dhe atë të financave, ajo që bën habi për ministrin në ikje, është se ne kemi shkruar... Vetë habia ikjes e para, apo... Jo aq shumë se sa amanetet që ai la, amanetet që la, dhe sidomos në deklarat në fjalimin e tij të fundit në parlament si ministër, i ekonomisë ishin shumë kontradiktore me raportet të cilat vetë të organizata ndërkombëtare, ku flas për banka petrore, FMN-ja, vetë nxjerrin. Domethënë, ata vetë kërkojnë FMN-ja, banka petrore dhe institucionet e tjera të huaja në Shqipëri, pavarësisht se monitorojnë qeverinë, por bëjnë edhe kërkime të vetat në terren. Dhe shifrat e informacionit që vijnë nga ministria, shpeshherë, jo vetëm në Ministrinë e Ekonomisë, por edhe në ministritë të tjera, bien ndesh me këto. Ndërkohë, ke disa burime informacioni në ekonomi ku të njëjtin fenomen ti mund ta kalosh dhe ta çekosh tek të gjitha, dhe ajo që në 90% të rasteve është i njëjti
për të njëjtën gjë kemi 5 shifra ose 6 shifra të ndryshme, që e bën akoma më të vështirë për të përcaktuar se kush është e vërteta ose jo. Megjithatë ne kemi një pikë referimi, të cilat janë programi i qeverisë, politikat publike të cilat janë të premtuara dhe sidomos kur lidhen kontratat për shembull me FMN ose me Bankën Botërore, ka një plan të caktuar dhe përkundrejt planit shihet pastaj se si qëndrojnë të pesta këto shifra dhe ecuria. Dhe të njëjtën gjë e bëjmë në të gjitha ministritë. Tek ekonomia për shembull kemi një premtim shumë të madh të ish ministrit, që tha investimet e huaja direkte do të rriten gati minimalisht me 30%, ndërkohë që kemi Banka Botërore e ka ulur në ndjeshëm me 93% si mbështetje ndaj Shqipërisë. Në një farë mënyrë ata janë financimet huaja drejt për drejt. Apo sikurse edhe nga sektori privat vijnë të dhëna të cilat janë të kundërta krejtësisht me këtë. Tjetër, do të thënë dy anët e medaljes, prapa medaljes jeni ju edhe institucionet e tjera monitoruese dhe atë çka publiku shef në ekran është thjesht një show? Kjo për një pjesë të ministrit. Po patjetër është sikurse u thamë më përpara, duket që ka një PR shumë të mirë në këtë mes. Ekonomia ka një element që 2 veta ose 3 veta nuk janë asnjëherë në gabim. Sepse secili mund të argumentojë ashtu sikurse e shef gotën ose gjysmë plot ose gjysmë bosh ose nuk e shef gotën fare. Dhe faktet dhe numrat dhe shifrat mund të janë lehtësisht të manipulueshme. Ashtu sikurse ka disa teori ose modele ekonomike. Por ajo që vjet re është që nuk ka një stabilitet të ndjekjes së programit, nuk ka një stabilitet të ndjekjes së modelit ekonomik dhe nuk ka një stabilitet qoftë në ideologjinë politike në këtë rast. Dhe ky nuk është vetëm problemi i kësaj qeverie, por është problemi i të gjitha qeverive dhe është problemi i të gjithë kraheve politike në Shqipëri. Gjithmonë lëvizin, ne themi sipas sifrën era. Gërgjon, i ke çuar buletinin ose raportin tënd te Ministria e Ekonomisë, ke marrë një përgjigje prej tyre? Përgjigja që ne marrim janë... Ose, le themi, e ke bazuar më tepër te kritika, kam përshtypjen, tek rezultatet monitoruese të tuat dhe e ke çuar ministrisë dhe tjetër institucioni kujt? Janë të gjitha institucionet marrin të gjitha ministrit. Të gjitha ministrit. Nuk është se dërgojmë vetëm të njërës ministrit, sepse ka çështje që janë të lidhura me të gjitha ministrit. Por, patjetër që Ministria përkatëse merr e lexon atë që, si më thënë, atë që i takon. Feedbacku që ne na vjen është që ata po na shikojnë, ata po na lexojnë dhe janë monitorim. Dhe ata po na monitorojnë. Janë disa shenja që ata duan të bëjnë këtë lojë të rriqe mos e kpu, domethënë të qëndrojnë edhe në distancë, por edhe në moment të caktuara ku kanë diçka për të reaguar, reagojnë nëpërmjet kanaleve jo të drejtë për drejtë, por kanaleve të tërthorta. Ku di unë, komunikime të ndryshme personale, kryesisht. Megjithatë, kjo është një gjë që ne thamë, ne quajmë veten qytetar të përgjegjshëm dhe kështu sikurse ka nisur APA, edhe për vetë moshën, ekspertizën që ne kemi, është ajo që na bashkon që ne kemi një shpresë që gjërat nëse ne i shohim realisht dhe përpiqemi t'i adresojmë realisht siç janë, të përmirësohen. Çfarë mendon se mund të thotë kryeministri në raportin që i ke dërguar? Shpresoj të mos thotë që nuk është i vërtetë dhe unë kam gënjur. Në fakt nuk e dim se çfarë i ke shkruar, domethënë çfarë monitorimi dhe çfarë konkluzioni ke nxjerrë nga puna e tij. Unë kam qenë kritike për sa i përket agjencisë Crown Agent, që u largua me ceremoni, ashtu siç hyri me ceremoni në Shqipëri, mori dhe më shumë se $4 milion nga taksat tona dhe iku me kokën lart duke thënë që në doganat shqiptare bëhet kontraband. A thua ti se asnjë shqiptar nuk e dinte këtë? Jam marrë edhe me pjesën e marketingut dhe të bizneseve që reklamohen në faqen e kryeministrisë. Është shumë e këndshme të shohur që në Shqipëri investohet, por në krahun tjetër ku shohim se sa janë mbledhur taksat, sa ka qenë niveli i mbledhjes së taksave, se si ka ndikuar rritja e taksave gjatë vitit të kaluar për sa i përket vitit 2014-2015. Dhe çfarë ka ndodhur me paketën fiskale, atëherë do të themi që është një reklam shumë e bukur. Dhe fillon e mbaron vetëm me një reklam dhe unë kam shprehur që unë dua të jetoj në vendin ku kryeministri paraqet në website. Por fatkeqësisht ky vend në website nuk është vendi ku unë po jetoj edhe ku po rrit fëmijët e mi edhe ku të gjithë po punojmë
në këtë vend. Kështu që kam përshtypjen kryeministi do donte dhe ai të arriste djalin tek vendin në cilin po reklamon. Është marrë njëri me reformën në drejtësi, meqense është edhe është marrë Ministri i Drejtësisë, është djali që nuk e kemi këtu Ministri i Drejtësisë. Nuk është prezent, por është marrë dhe është marrë seriozisht me të, ndoshta. Meqense është pika kryesore e debateve tashmë. Jo vetëm, por ka dhe debate të tjera. Mimi, Ministrinë e Zhvillimit Urban ke monitoruar. Me çfarë e marrë në këto 2 muaj? Ku ka qenë pika më e fortë që i ke mëshuar? Në 2015 u mbyll me mbylljen edhe të planeve kombëtare. Planet vendore do mbyllen në korrik. Kështu që ishte një vit shumë i madh dhe unë jam e kënaqur që ato u mbyllën. Këtë vit duhet të miratohen, të paktën këtë vit në 2016 nuk do merremi më me hartime, me konkurse etj, thjesht do shohim të implementuar. Çështja që unë jam marrë kryesisht, përveç se Shqipëria është si një kantier ndërtimi, gjithë qytetet tona për rilindjen. Unë do doja shumë, dhe ishte sugjerimi që qytetet mos rilindin vetëm në nivel fasadash ose në sipërfaqe. Do doja shumë që qytetet të kishin zgjidhje reale, praktike nga ana urbanistike dhe për të krijuar një jetë më cilësore të banorëve të tyre. E dyta, përtej gjithë planeve vendore dhe kombëtare duhet ishte mbyllur strategjia për integrimin e komuniteteve rome dhe egjiptiane, që nuk jam shumë e sigurt pasi nuk po e gjej në faqen e ministrisë, nuk e kam gjetur deri në kohën kur e kërkova, dhe përtej deklaratave të forta që ky vit 2016 do jetë një vit që do rregulloj çdo mangësi në procedura edhe në të njëjtën kohë do kujdeset veçanërisht për komunitetet rome. Ne nuk shohim asgjë të zbatuar, sepse në janar dhe në shkurt kemi familje rome që zhvendosen nga Bashkia e Tiranës, jo nga Ministria, në për vende provizore dhe jo duke i dhënë një zgjidhje përfundimtare, dhe ky është një problem shumë serioz që duhet zgjidhur sa më shpejt. Ka ndonjë pikë ku ju i keni thënë Ministrisë përkatëse që keni monitoruar, është një punë e mirë? Ka pasur. Ka pasur raste? Sigurisht. Vlerësimesh apo? Sigurisht. Patjetër se sikur se e thamë, ne nuk kemi grindavec. Ne nuk kemi as grinjar, as grindavec. Duke qenë se ne kemi pas një rikonfigurim të ministrive. Unë kam qenë duke monitoruar Ministrinë e Energjisë deri para disa muajsh, dhe patjetër për shembull një nga arritjet reale të ministrisë është humbja e energjisë në Riyadh. Domethënë përqindja është reale. Domethënë indikatorët që janë ndër indikatorët e vetëm që kudo që ti verifikosh burimet japin, si më thënë, të njëjtën shifër. Dhe kjo është një arritje. Paçkas pastaj se këtë muaj kaloi në ekstremin tjetër ku thaj që Shqipëria ka infrastrukturën më të mirë të rrjetit energjetik. Domethënë ne bëjmë një gjë të vogël të mirë dhe pastaj kalojmë në ekstremin tjetër pozitiv. Marketingut, faktën për këtë pjesë jemi në rregull. Shiko, të flasim edhe në fund për këtë ekipin tuaj. Edhe në muajt në vazhdim do vazhdoni të monitoroni institucionet që keni marrë përsipër. Për sa kohë kur më pas rinovohet kontrata? Kontrata është një vjeçari. Ka qenë 2015, 2016 dhe do shohim si do vazhdojmë në 2017. Varet edhe nga kriteri moshës, sepse APA ka dhe në moshën 33 vjeç, kështu që unë edhe një vit kam shans të jem me ta. Mirë, unë ju uroj shumë suksese. Do ta mbyllim këtu bisedën. Besoj se do të merrni feedbackun apo përgjigjen nga të paktën për të qenë më transparent me institucionet përkatëse, pse jo edhe me median nga institucionet që ju monitoroni. Punë të mbar. Ju falenderoj dhe ju që na keni ndjekur, isha me të rinj të cilët monitorojnë institucionet të rinj të APAS. Do të kemi sigurisht në buletinet e ardhshme monitorimet e tyre. Kalofshi bukur sot, shihemi nesër.